Një nga personat e rëndësishëm të grupit që ti fillove të konsiderosh kush është, Klodi është identifikuar si Hadi Çoba. Kush është ky person dhe ç'është roli i tij? Tani, ky konsiderohet si kreu i njëri nga nën grupet që vepron në Itali dhe merret kryesisht me shpërndarjen e lëndëve narkotike, pra furnizohet nga grupi i Elvis Doçit ose Visit Pojës dhe pjesës tjetër që vjen kryesisht droga nga Amerika Latine në drejtim të Rotterdamit dhe prej andej në Itali. Dhe pasi bën shpërndarjen, pra fillimisht kanë punuar si një grup i vetëm, më pas kanë filluar të ndahen në fraksione. Dhe ai komunikon edhe me persona të tjerë, si italianë dhe shqiptarë, dhe bën shpërndarjen e sasive shumë të mëdha të drogës. Mendohet që është një ndër nën grupimet, ose grupet nëse mund ta quajmë të vogla, në raport me grupin e madh, sepse kështu është ndarë dhe nga ana e prokurorisë, që bënte shpërndarjen dhe më pas përmes kompanive të tij merre edhe me pastrimin e parave. Pra, pasi bëri shpërndarje atje, ai kishte një kompani që funksiononte dhe ishte aktive në Shqipëri, parat futeshin me autobus të transportit të udhëtarëve nga Italia në drejtim të Shqipërisë, sipas përgjimeve rezulton që vinin 2 deri në 3 herë në javë, rreth 100 apo 150 milion lek të vjetra, pra rreth 150.000 euro në javë që vinin dhe futeshin në Shqipëri, dhe këto mblidheshin nga burri i mbesës së Gjevdet Troplinit, pra parat i koordinonte të gjithë lëvizjet e shoferëve, sepse punoi vetëm një grup shoferësh të përcaktuar dhe ata që ishin besuarit e tyre, i mblidhte e rind lasku dhe më pas këto para investoheshin në fusha të ndryshme. A është arritur të investohet e gjithë paraja, kjo pastaj mbetet për të parë se është çështje duke u hetuar, vetëm 40 transferte janë kapur. Po ashtu, në Xhvedin Danaj, sikur se thash, që rezulton personazh kryesor, është një person i cili bënte transfertat e parave dhe televizionin që kishte, televizionin kablor, dyshohet ta kishte ngritur përmes parave të ardhura nga aktiviteti kriminal. Është edhe Drazhi, një personazh tjetër, i cili po ashtu është pronari Majestic Hotel në Durrës, edhe Majestiku është sekuestruar, sepse mendohet që pjesa më e madhe e aktivitetit kriminal, mbi cilën ishte vënë kjo pasuri dhe pasuri të tjera, kishte të bënte me çështjet e trafikut drogës. Pra, brenda grupimit të madh, që kryesori është grupi Troplinve, sepse merrte drogën që në Gjenezë, në Amerikën Latine, e sillte në portet e Bashkimit Evropian, më pas e shpërndante të grupet e vogla, pastronte para pra i fuste në Shqipëri përmes transportit të udhëtarëve dhe më pas i shpërndante, pra do thotë, po përveç trafikut të drogës, mua me thënë drejtën ajo çfarë më shqetëson, ose më saktë prokuroria e posaçme duhet të bëjë lidhet pikërisht me faktin, me kontrollin dhe pushtetin që ka grupi Troplinve. Tela thotë që kontrollon portin e Durrësit. Jo vetëm portin e Durrësit, Troplinët kanë shtrirë, ka një presion të tmerrshëm ndaj bizneseve në lërat e fatit, ka presion të tmerrshëm për kafen që kanë futur në treg, ka një presion të tmerrshëm sa i përket kontrollit që ata kanë bërë Universitetin e Durrësit. Ka të paktën 2 kandidatë për deputet që janë pritet të vinë në shtator në Kuvendin e Shqipërisë me bekimin e Troplinve. Dhe janë ndoshta ndër kandidatët më të votuar, sepse mjafton shkosh në Durrës për të parë. Dhe këto gjëra që unë them sot, do vinë një ditë që do të provohen dhe nga ana autoriteteve, sepse ndërkohë që bëi fushata zgjedhore, autoritetet italiane ishin duke përgjuar këtë grup. Pra do thotë që te të tjerave, unë kam bindje që një ditë autoritetet italiane do sjellin dhe përgjigje që kanë të bëjnë me fushatën zgjedhore. Secili nga eksponentët aty është i përfshirë, por ama, duke qenë se ky grup ishte në vëzhgim dhe në përgjim, dhe autoritetet italiane sigurisht e kanë nisur hetimin në 2021-shin zyrtarisht. Ata më herët për nëngrupimet e tyre e kishin shumë më herët, po them zyrtarisht për këtë çështje, pra për operacionin Ura, dhe i kanë përgjuar sipas prokurorit të antimafias, edhe në kohën që ishte fushata zgjedhore. Pra edhe ndërkohë, dhe unë ndryshe nga tjerët që mendojnë se kjo goditje është vonuar pas zgjedhjeve për arsye, do të dëgjojmë Dumanin vetë dhe pastaj do t'ju pyes ju. Po e qartë, do të dëgjojmë Dumanin pak më pas dhe do të Ola, tani, sa para llogaritën të gjeneruar nga ky aktivitet e tha, sa afërsisht sa gjeneroshin e tha Klodi? Rreth 7 milion euro dyshojnë prokuroria e posaçme dhe prokuroria italiane. 7 milion euro në sa kohë? Të vërtetuara përmes përgjimeve. Paktën nga kaq janë kapur. Leximi dokumentit që të antimafisë italiane bëhet fjalë për periudhën shtator 2021, qershor 2021. Pra, 22, qershor 9 muaj, 10 muaj. Për 10 muaj kaq para. To bën fjalë për episode që janë kapur para. Atëre llogaritën e sa se shka. Bëhet fjalë që për kaq kohë janë kapur 90% të tjera si janë kapur. Po, sigurisht. Atëre
Çfarë bëhe me këto para, Ola? Atëherë ti marrim me radhë kompanit, edhe në fund dalim te kompania më e madhe. Ta nisim nga më të vegjëlit. Është sekuestruar subjekti në markez në pronësi të Ervin Zeqirit, i cili ka patur një aktivitet bar restorant, por po ashtu edhe plazh privat. Pra ka marrë edhe një licencë nga shteti, nga Ministria e Turizmit për të patur plazhin privat. Po ashtu, ky subjekt ka patur edhe një kompani ndërtimi. Ervin Zeqiri bëhet fjalë, kompania EZZ Construction, që merret me punime civile dhe ndërtime. Kjo kompani nuk është sekuestruar nga ana e prokurorisë, sepse sekuestrimi bëhet në bazë të vlerës së parave, të cilat dyshohet se ka gjeneruar aktiviteti kriminal. Kemi kompanin Felix Vinum, ku Andi Çoba është aksioner me 33% të aksioneve. Adi Çoba? Po, Adi Çoba. Edhe kjo kompani ka aktivitet në fushën e shërbimeve sociale, bar kafe e notek. Kompania Majestic Construction ka xhiro më të madhe, ajo rezulton... Hoteli Majestic? Po, ka edhe ndërtime. Por ka edhe ndërtime. Aty ortak rezulton Arben Drazhi, por prokuroria e ka sekuestruar për shkak të aktivitetit kriminal të Eugene Drazhit, sepse dyshohet që de facto hoteli është në pronësi të Eugene Drazhit. Kjo kompani ka qenë edhe më përpara e sekuestruar nga ana e prokurorisë, si e dyshuar për pastrimin e parave, por ka arritur që më pas të fitoj çështjen dhe të heq sekuestron. Pra, autoritetet shqiptare kanë qenë në dieni pak a shumë të aktivitetit të pastrimit të parave që bënte kompania Majestic Construction. Kalojmë tek kompania tjetër. Në Amerikë Latine edhe është i martuar me shtetase kolumbiane, pra i vijon të jetë atje, konsiderohet si njeriu që bën edhe lidhjen mes grupit kriminal me kartela apo me furnizues të drogës. Pra, po të shohim aktivitetin, ka shitje apartamentesh dhe qira, kryesisht vitet e fundit, dhe gjeneron të ardhura mesatare 2 milion euro në vit. Kalojmë te kompanitë Elvis Doçit. Prokuroria e posaçme ka sekuestruar kompaninë Portside, e cila është një bar kafe, por kompania kryesore e tij është Eldemar Construction. Eldemar Construction. Eldemar Construction është themeluar në vitin 2010, po vitet e para nuk ka patur një aktivitet shumë të lartë. Po të shohim nga viti 2018 dhe më deri në fund të vitit 2023, se ato janë bilancet që janë dorëzuar dhe depozituar në QKB, se nuk ka dalë ende viti 2024, në total të ardhurat që ka gjeneruar kjo kompani janë 15 milion euro dhe një fitim neto 4 milion euro. Kompania është pajisur po ashtu edhe me leje ndërtimi, të cilën e ka marrë në 2 prill të vitit 2024 për të ndërtuar një hotel me 10 kate dhe ka shitur 60% të kuotave të kompania CFO Pharma në 5 dhjetor të vitit 2024. Marrëveshja është e tillë.